normale, kjo luftë për koronën, përsëritje gjihad, përsëritje kryesorja derset mos mi harruar. Kurani është çështje personale jotja. Në thonë që e përsërita. Kryesore mësimet, udhëzimet, këshillat, ato mos mi harru, me punu sipas këtyre gjanave. E këta gjanat është proces, çdo student ka problem kështu, çdo kusht. Edhe mëson edhe harron. Po përsëritja është ilaçi. Përsëritja është antibiotikë, rezistenca këtyre mosarrisjes. Çdo ditorie, kur nuk përsëritet, harrohet. Ditoria akaidit, ditoria fikut e gjuhës arabe, kur s'punon me ato shkencë, këtë harrohet. Edhe argument që i kemi na shok tonë, për shembull. Në përgjamia, në fakultetet që i mbarojnë arabi fakultetet, pastaj nuk po kanë më kontakt në arabishtën, kur po fillon me fol arabisht, po gabojnë shumë, po gabojnë. Se nuk po janë të freskët me rregullat e librave, me mësimet e profesorave. Ndërsa më ata lëndët që mirën për shembull, i kanë ngojë për çdo ditë, ju punon goja më shumë, jenë më taftë. Din me fol shqip pak më mirë, din me gjuhën gramatike me përdor më mirë, pse po punon me çfarë. Si ai mjeshtri. Prandaj po normale që haro ditoria, po këta përsëritish, po si Koranën, si Tejvidin, si ditori tjera, sidomos kur i shkruan ditori shkencë, atëherë nuk harrohen ato. Për që ta kanë shkruaj dietar, ditorit, lapsi. Ditoria është si një zog që fluturon në qiell, nëse nuk e shkruan, fluturon si zogu. Atë zogun që shtuat me 4 kamë. Me lidh, e që në afër ti. Edhe lidhja ditorisë, kopja ditorisë është po lapsi shkrimi. Tamam? Koran kërkon s'ka ardhë, o Zot, shto ma pasurin, shto ma kur nuk ka ardhë, diçka me të prisë me kërku pasurin, apo jetën, ka tha atina fit dunia hasana, jepja të mira në këtë jetë. Vetëm ditonia ka ardhë, o Zot, shto ma ditorin. Surët të tave. Më të shto ma, se ditoria nuk ka kufi. Tamam, prandaj Allah shto ma ditorin, shto ma punën me ditorin. E bereqeti i vjen kur punon si pas asaj çka po mëson. Bereqeti në çka punon editoris, kur punon me ato çka kish. Këtë shumica nuk e kanë parasysh sa do. Bereqetin e editoris, janë Zot me fol, me bisedor ato ora mirë, po me punu pakjen sa që punon si pas editoris. Kjo kundër Koranit, kundër traditës pejgamberit alayhis salam, kundër traditës sahabëve. Po. Prandaj kërko Allah xheleshanu ndihmë, sukses dhe me pranu. Se sa çto ditoria, çtohet përgjegjësia. Shtohet përgjegjësia, shtohet ngarkesa. Se tash nuk je si ata të tjerë, po je të ditë më shumë diçka. E kemi marrë pyetje dyfish. A kur që ki pas ditorin, një marrë pyetje ma letë. Tash për me të ngritë vletën të këtë jetë. Po me të ngritë besimi, vletën edhe ditoria ta ngritë vletën. Në Koran shtu shkruan. Po tash kjo ngritje e ka faturën e vetë. E ka pagesën e vetë. Edhe më thëmë bonë gati se ti ndryshe e ki logariti, ti e ki hyrje ndryshe. Një me e ki vlerë në altë, po, hajde tash këshyri ma ki punu si pas asaj. Kjo është shumë e rëndësi ditoria, dhe më thënë. Janë si brumi me ujin, si mili me ujin. Nuk del buka pa përzijet. Nuk del bereqeti, detoria, unë dishka që teori, fjatë. E puna është, ta që përzijet.
Për çka thonë se njeri, po me njoftë do të Allahun xhaleshano më mirë. Me njoftë Allahun xhaleshano më mirë. Ka dallu Allah Ademin a.s. për këtë krijesave, edhe me lasë që t'i ka shtimë vështirë, dhe që ja ka mësu allem Adem al-asma kulla janë se Ademi këtë sene, emrat e gjanave. Po, pasi që jam mësej, e boni djetar, atër i tha me lasëve, hajde bojron, respektone, bani sejgjde. Sejgjde nderi, jo sejgjde i baditi, për ullje. Prandaj, ditëria e ka këtë sekret. Pastaj, atë ditëri, si ta shizodhe që i ki për një mes, që ki me hile, talen kryje, talen zemër, nuk harohet. A si ta marrësh për formalitet, sa për sy e faqe, po fluturon. Ma thënë, nuk rinë zemër, nuk rinë asë në kokë. E tash, shkure vetën ti me gjithmonë, cilët grupi për këtë. Apo mëson për diploma, apo mëson për ditori. Apo mëson me të thonë, po ka marrë magistraturë, doktoraturë, ka marrë ijazet, apo po mësoj valla për Allah. Kam të mësu për Allah, lillah. Këta ki lillah, për Allah, atër vinat të tjera, vetë-vetiju. Vinë vetë-vetiju ata, automatikisht. E këto, jo probleme tash ka të bëjë kjo mesele me një jetin zemër. Shto mesele në fe lidhe si zinxhir me njëna tjetër. Që të ashtë që këmë thonë një milionet, këmë thonë ditëria është proces i gatë, jetën, proces jetën. O zotë shto ma ditërinë, nuk shto ditëria vishë për në ditë. Sa ti e gjallë do të në kërku ditëri. Atër e shojë shletën, kur jetën, që shke qenë, kur jetësh. Kur avon krahësimit. Bebën e vogël me këshirë, për çdo ditë në dhomë para vete të shtorit të tishtë, të shku zhagni mu i ka bërë. Me këshirë për çdo ditë, nuk e shetë që për shvëllohet. Si këshirë ashtu, këshirë mas, 4 muaj. 1 vite, 8 muaj, jo. E prandaj, që shtu në puna ditërisë. Atë jemi qartë e janë? Prandaj kërkoj Allah sinceritet, kërkoj Allah për forcim, po dhe shtesë, po dhe qëta shakima, qëta me punu. Me punu. Amet. Iman edhe punu. Për sot që ka që kemi dhe është në Allah.